Kam shumë mësime që kam marrë nga viti i kaluar, po mësimi më i madh dhe i jashtëzakonshëm është që, jo se nuk e dija, po unë besoj që varësinë e plotë që kemi nga Perëndia. Dhe varësia e plotë nga Perëndia në rastin konkret timin është që Zoti ka gjetur vitin që unë nga ana produktive, për shkak të një këmbe të thyer, që e kam bërë legjend, se e kam thënë shumë herë, por që më ka ndikuar jashtëzakonisht sepse isha i lidhur për sheshi, thon nga jugu. Dhe për shkak të disa humbjeve, realisht kam qenë në pozicionin që mund të justifikohesha që të kisha në mos vitin më të keq, ndofta një ndër vitet më të këqija në karrierën time. Dhe në fakt, për lavdinë e Zotit është që kam pasur vitin më të mirë të karrierës sime. Dhe kjo e thënë me shumë përgjegjësi për faktin se konkluzioni që kam nxjerrë është që nëse duam të bëjmë diçka, duhet patjetër të vëmë në përputhshmëri të plotë atë që ne duam të bëjmë, misionin ton me atë që Zoti do që ne të bëjmë.